Generimin e ka artë të dera, o lezër. Big Brother, lëlloj, emisioni Indyti Lig, dojnë fmitë e musliman me mësue gjënat më të ndyta në dunia, piklasave të ulta, kja la mirët me gjërat liga. E kjo vëzra, kam në pështu në akirat ajo. E kupton se ku ka një virusi sa falla jo? A në kuptu se muslimanve ju kanë shtru agenda shumë të rëzikshme, me një anë e godet kam gjiku i shtetit, me një anë i godet pimlena. Apo, vetëm që të arrin. Po, vallaj, mësë më kanë shpresa në zotina. Ata kam realizu agendën. Sepse dëgjallë që shtu del, dikush pimlena të godet, vazhdimisht. O gjashtu, edhe ki tjetëri për jashtë, edhe, apo, i rritët shikimi Big Brother. Ku qo tjetër? Qka të ndodhë dhe zërë? Këta që vazhdimisht sulmojnë hoxalar, pse nuk e sulmojnë Big Brother? Pse nuk mire me Big Brother? Pse s'mire me zullumqartë me emna? Me atë zullumqartë nuk mire se a i forta, e ke gjithë në hoxalar që tutën Allahot e ka pje debit a i mos me morë me tia. Ama qka muna me thamë dhe zërë? Po qka me thamë? Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Ne verisht Allahu na mjafton dhe zërë. Allah i zbanë njëri me lisë pesat me kërkam përveç Allahu gjelëva. Pse këtu janë agenda dhe zërë. Këtu plane ka. Për çfarë? Për t'i rëdzu muslimanët dhe për t'i rënu figurat e muslimanëve. Kjo agenda që ata që ka folin e më të fejes mësë me fol. E mësë më mirë po. Qëfar du dhe zërë? Allahu gja ka me e quën ve atë qëllimin e vetë. E ropë të Zotit s'provo.